Vërshimet e dheut të cilët përfshin rajonin e Tetovës dhe më gjërë kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në pjesët më të larta të qytetit të Tetovës. Dëme krahas Reqicës, Porojit dhe Shipkovicës janë shkaktuar edhe në banjën e Tetovës. Lagjeja që ndodhet rrugës për në banjat e Tetovës po ashtu është revoltuar se deri më tani askush nuk u ka dalur në ndihmë. Vërshimet me vete kanë sjellur gurës të mdhenj, kishin bllokuar rrugën që çon në banjën e Tetovës, ndërsa është shkatruar edhe rruga që u asfaltua para një viti. Dëmet nuk janë të mëdha si që po duket tek shtëpiat, për shkak se nalt ka edhe vërshime, ka edhe një shtëpi e cila është depërtuar të e përtej, dhe këto dirë të këtire koshivo zonë plot, një kosisht edhe derat tona, faktikisht si që shifet deri atje. Kjo ndodhi për njerë, për shkak se fillimisht shpërtheu lava, edhe vetura ishte si kurorën më jetë lavës, faktikisht pastaj shpërtheu ujë, kur shpërtheu ujë nuk u frigon. Dame si shifet rrugë e re, cila u ndërtu para disa ditë, para vitin e kaluar, faktikisht u ndërtu, është bëhet të merë. Edhe dame diçka serioze, njerëz në humbje njerëzive nuk ka për fat mirë. Po përpos që kanë kaluar do djem të ri, cilët regjistroshin damet në familje, tjetër dikush nuk ka ardhur, as ka është interesu, as është marrë ndonjë mas, nuk kam pasë dikush ka kalu mënyrë kështu cilësore, të bëje hetimin, hulumtimin, gjërat pyese, apo të sjellën ndonjë farë ndihmë humanitare, siç po thuhet, edhe tek lagja këtu, edhe lart, edhe këtu s'kam parë kush t'interesohet. Në ndërkohë lumi i Shkumbin ka bërë edhe deformime të shtratit duke sjellur gurës të mdhenj me vete në këtë pjesë, ndërsa dëmtime kanë edhe mbrojtjet prej betoni. Kështu duket pothuajse një javë pas vërshimeve shtrati i lumit Shkumbin, vendi që gjatë verës ishte shumë i vizituar nga qytetarët ku gjenin freski në këto ditë të nxehta. Këto ka konë ura edhe atëre e kanë marrë këtë. E në grave ka prish, e në neve, burrave edhe u prish shumë katastrofë ka bo. Qështë? Shumë njerëz kanë mushu, e në këto konë qeshma original konën edhe e kanë prish kështë me bëgare kanë bo katastrofë kanë bo. No, s'maj men qështë. Kjo konë mojti me një varë, amo tashin në gjithë kohën e shkurt nuk maj men. S'maj men hiq. Në ndërkohë në lagjen që gjendet mbi banjën e Tetovës dëmet po ashtu janë të mëdha. Në këtë lagje Poroj që vjen nga fshati Gajre ka sjellur me vete shumë beturina dhe gur, ndërsa banorët rrëfejnë tmerrin e përjetuar një javë më parë. Prej ti Porojt Gajres në i thona, kjo është e treta herë, ndoshta edhe Ramia dhe më ndihmoje, ama që kështu unë nuk e kom përjetuar, par as edhe baba e babës nuk e tregojnë se kështu kjo heroziv ka qenë. Mi po falë Zotit, se këtu ka qenë një kanal i madh, kanë kalu ujnat kanë shkue, nuk kemi pa asa dama, ama kjo a di që ka qenë, kështu e përshkrujt me në kamerën tuj, falemderit që ka keni marë pjesë të vekoha, edhe është medium i njofshëm, objektivet i ka të mira, ujti kër e kom pa une, gurzit vishin para, ujti mas kalojt e mbi ato telat e rrimës. Aq rrezik që ka qenë. Tu ka qenë një rabe parkome e këti kushit të Elmazit, ato e murë shkojnë rek, edhe ne dullëm me këtë kushin, tu që ka kemi kushin parë është pri Brodecit, dullëm t'i ndaj mujtë se kjo shkoj dullë kise kjo pa kismut kiramia, e këtë frekevek t'a gjëna një mjek t'a qënat e poshtë se i shkoj shpia, ne disa gurës, disa gjëma me ato mundësin tonë, edhe atelja këthi kretë për këtu të poshtë kjo avari, edhe radje poshtë. Për ndryshe qera që ka jenë të dhemë në gjënë, kreti ka marrë dhe i ka qunë, nështë e keni vrejt e gjë, u dhe zbajës ati edhe ati ka bloku rrugën, se edhe ati poshtë i kom vlazin, di vlazin i kom ati. Ka qenë, nuk kemi mund mirë në vesh edhe telefonet u blokuar. Ki në usmura, mi jo në usmun, ki është edhe pak i smut, se në gjeshna në momente se si ta hekom këtë, se ishte në pitje njezit, ta largojmë këtë e ta shërojmë. Dikur vëllau paraqit dikush me taksë, edhe unë se di këtë e murën, a gjë i këndhoni, injekcioni i këndhoni, gjanë, ne këndi jemi mëndu shpinë që shpëtojmë. Po ashtu edhe një shtëpi ka qenë rrezik nga vërshimet në këtë pjesë të Tetovës. Pronari i shtëpisë ditën kritike ka marrë lëndime dhe është dërguar në spital, ndërsa banorët janë munduar që të shpëtojnë shtëpinë. Dëmet nuk janë pa me tjerët me humbjen e njerëzve, këto nuk janë dëmet, këto janë vërshime. Kjo nuk e gjuj dëmë, mirë po në sipas meje, për mu është të dëmë se nuk jam e jaftë, me thënë, ti pranoj këto dëmë. Do të thënë, duhet me
me i pastru, me të gjë, unë nuk mund i bëj, nëse ka mundësi dikush me ndihmu, me i hek këto, se vetë se ka dhënë të vijë era, ju si e shifni kot, ka qenë kjo krejt e dëmilume dhe unë nuk kam qenë vetë dia ditë kur ka ndodhur kjo, do të thënë kam qenë në spital. Si e shifni vetë, kom pas para një javë kom pas darsëm, çka kom pas tavolina, të gjëra i kam marrë, këto këto murna, koska kështu, ç'është kjo është. Vërshimet e ditës së hënë krahas viktimave në Njerëz, po ashtu kanë shkaktuar edhe shumë dëme materiale në prona private dhe publike. Në këtë lagje mungon edhe ujë për pije. Në këtë pjesë krahas dëmeve përgjatë shtratit të lumit Shkumbin, dëme janë shkaktuar edhe në infrastrukturën rrugore, ndërsa ka rrezik edhe nga shembja e shkëmbimeve.